Kjo ndërhyrje që po bëjmë tash besoj se do zgjidhë përfundimisht një nga problemet më të mëdha, do thoya, gjatë përmbytjeve në Shkodër, që është nyja e harkut Bërdicës që përmbytet gjithmonë. Shpresoj shumë që të zgjidhim këtë problem me këtë pastrim. Do doja ta falenderoja edhe bashkëpunimin që kemi pas me bordin e kullimit, edhe ndërmarrja jonë e bashkisë, kanë punu bashkë. Ky ka qenë një kanal që ka qenë pa zot. Nuk dihen në inventarin e kujt ka qenë, asnjë se ka pas marrë përsipër, dhe kjo ka qenë arsyeja që ka mbet. Tani u bashkuam forcën, morëm makineritë nga bordi i kullimit dhe makineritë e ndërmarrjes son. Është një punë voluminoze, punë shumë e madhe, por jashtëzakonisht me impakt të lartë për gjatë kohës së përmbytjes. Besoj se bashkë me problemet e kolektorëve që kemi zgjidhur Shkodër, kanaleve që kemi zgjidhur Shkodër, kjo është mendoj e fundit që na krijon një funksionim më të mirë gjatë kohës së rreshjeve. Është shumë e mirë kjo që u bëhet këtu. Ky vepër për ne 20 vjet, sa prek me dorë. Mi 20 vjet. Edhe kena ne sa herë ka ra shiu, kena ne me frikë apo na bllokohet harku i Bërdicës. Jena blloku. Unë besoj se me këtë ndërhyrje ne kemi zgjidhur përfundimisht problemin e urave të harkut të Bërdicës. Kështu që punoni, ne i zona ku punojmë. Na si banori na shumë kënaqur. Edhe ky kanali herë ka bën një gjatë madhe që ka hymja Baçallekut, ka kanë emulume të 7 vjet, bollë që është pastru a rregullu.